Na ndiqni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm. Si të përgatisim mish pule me qepe domate. Në një tigan skuqim 4 kokra qep me 2 domate mesatare. Gjoksin e pulës e prejmë në copa të vogla dhe hedhim mbi tiganin me qepe domate. I vëm për të skuqur të gjitha së bashku derisa mishi të zbardhet. Mishi pulës në këtë mënyrë skuqet për rreth 15 minuta. Hedhim dhe piper. Pasi të kenë marrë ngjyrë së bashku, i shtojmë dhe pak hudhër. Sipas dëshirës, 2 deri në 3 thelpinj. Dreka është gati. Na ndiqni në faqen tonë Shëndeti në Facebook dhe na shkruani sugjerimet tuaja për receta të ardhshme.